Aktualisht Suedia është partneri 19 tregtar i Maqedonisë, për të dyja palët konsiderojnë se ekziston hapësirë e konsiderueshme për rritjen e tregtisë dhe investimeve. Potenciali veçantë ekziston në industrinë ushqimore dhe në bujqësi. Një nga produktet që tashmë ka kërkesë në tregun nordik është lakra e freskët, por edhe produktet e tjera bujqësore të Maqedonisë, si specat, rushi, shalqit dhe frutat. Ambasadori suedez në vend thotë se shteti i tij gradualisht po ndryshon fokusin e politikës së jashtme dhe dëshiron të thellojë partneritetin tregtar. I wouldn't say it's a policy change, but I think we have more emphasis on the Swedish external relations policy, in our development policy, not least, in our trade policy, in our innovation policy, in our energy policy, to look beyond borders to see how we can strengthen our partnerships. If you follow the news, that's of course what lots of other European countries are doing as well, also North Macedonia. We're looking for new partnership diversification, but also for a need to strengthen trade, investment and economic growth in all our countries. Përveç ushqimit, mundësi të reja hapen edhe për eksportin e verës së Maqedonisë dhe pijeve të tjera alkoolike. Në Suedi dhe Finland, shitja e alkoolit realizohet përmes sistemeve shtetërore të shitjes me pakicë, që do të thotë se prodhuesi duhet të kalojë nëpër një proces të veçantë. Por nëse një herë hyjnë në sistemin e atyre dyqaneve shtetërore, prodhuesit e vendit ton mund të fitojnë qasje në të gjithë tregun kombëtar. Pikërisht për këtë arsye, vendet nordike konsiderojnë një mundësi tërheqëse për kantinat e verës dhe prodhuesit e alkoolit nga Maqedonia, të cilët tashmë kanë reputacion për cilësi në tregjet ndërkombëtare. Se nordikët janë partnerë të besueshëm e dëshmon edhe biznesmeni i Maqedonisë Stanisha Ivanović, i cili prej dekadash eksporton produkte bujqësore në Suedi. If you know how to communicate, that's very, very important. But the Swedish are a bit, that's my, let's say, feeling or conclusion, a bit bolder to, enter in this endeavor. So we were bold to address the Swedish market, but they were bold to come here and to try to work with us. Përmes partnerëve suedez, kompanitë e Maqedonisë shpesh marrin mundësi që të hyjnë edhe në tregun më të gjerë nordik, përkatësisht në Norvegji, Danimark dhe Finland, gjë që arrit edhe më shumë potencialin eksportues. Sipas komunitetit të biznesit, tregje të tilla janë të rëndësishme për hapjen e kanaleve të reja të eksportit dhe për lidhjen e prodhuesve nga Maqedonia me kompanitë dhe distributorët nordik.